Çfarë mendimi thot ki për një person shumë të ndihshëm emocionalisht, namazli edhe shumë i butë? Aleikum selam. Allahu e shpërblet për namazin, edhe besimtar duhet me qenë i butë, por ka dallim ti ketë të mos jetë i ndihshëm emocionalisht edhe të jetë i butë. Besimtari duhet me qenë i butë, i sjellshëm, i edukum, por jo shumë i ndihshëm emocionalisht. Do të jetë pak më i vendosur, edhe pse mund të jetë personaliteti i tij qasësoje, por duhet më mundu pak me ndryshu këta. Domethënë me ngrit pak nivelin e jo shumë i butë. Jo shumë i butë. Shumë i sjellshëm, shumë i edukum, ama jo shumë i butë. Pra me gjetë një mesatar normal, kjo arrijet duhet me lexu rreth duhet me lexu ma shumë psikologji rreth kësaj mesele, por është problem se Islami e do butësin, e do i sinqert më konë, i devotshëm, i drejt, mos mi bo zullum kërkuj. Ama kur vjen puna, domethënë që kjo pak është problem, që kjo meselja i ndihshëm emocionalisht. Duhet mi kontrollu edhe mos me qenë i tillë. Edhe shumë i butë jo. Shumë i drejt më bo, shumë i edukum, por shumë i butë jo. Thjesht me lyp hakin tënë, me lyp kushtet e tua, me qenë i vendosur në parimet e tua, mos mi bo kërkuj zullum. Butësia te na keq përdoret. Allah na përmirësoft.